Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndes duke uruar mbarësi dhe shëndet në këtë ditë. Sot unë kam të ftuar në panelin e bisedës dy pjesëmarrës aktiv të një lëvizje që mban titullin Go for Peace. Është një lëvizje që rrok në këndvështrimin e saj, mesazhet për paqen, solidaritet, ndihmë në komunitet dhe mjaft projekte të cilat në këtë herë që ajo zhvillohet në Shkodër, starton sot pasdite dhe përgjatë 2 ditëve të tjera. Me mua sot në studio janë motor Rita Doci. Mirëmëngjes. Mirë se keni ardhur në studio. Mirë se u gjeta dhe faleminderit shumë për ftesën. Është kënaqësi që jeni në studion Mirëmëngjes Shkodër. Edhe për mua gjithashtu. Dhe aktivisti i kësaj lëvizje, Ricardo Haxhari. Mirëmëngjes Ricardo, mirë se keni ardhur. Mirë se u gjeta. Shumë faleminderit. Go for Peace, një lëvizje e cila ka historinë e saj, por që ka një kauzë shumë të madhe, humane, solidarizuese, ndihmë në komunitet. Çfarë është për mëtej kjo lëvizje në hershmëri, në ecjen e saj e natyrisht në vijimsi? Po, Go for Peace është një rrjet ndërkombëtar i të rinjve europian, të cilët bashkohen çdo vit në një shtet të ndryshëm dhe punojnë për paqen. Pra kauza e Go for Peace, Go for Peace është paqja. Fillimet e saj janë vitin 1996, në cilin Meinolf Wacke, një prift gjerman, mori iniciativen me disa të rinj gjerman, me rreth 30 gjerman, që shkoshin në Bosnjë për të ndihmuar në ripërtrirjen e qyteteve të shkatruara nëpërmjet nga lufta, pra ndërtimin e shtëpive dhe ndërtesave të ndryshme. Dhe mëtej, me kalimin e kohës, nëpërmjet njoftsive të ndryshme në shtetet të ndryshme të Bashkimit Evropian ose mëtej, u bashkuan të rinj nga shtete të ndryshme, në fillim Çeki, pastaj Poloni e kështu me radhë, derisa arriti dhe Shqipëria, e cila mori pjesë për herë të parë në vitin 2014 dhe vjen edhe sot tek kësaj dite të marrë pjesë. Motor Rita, si u përqafua në Shqipëri kjo lëvizje? Atëherë neve kemi marrë pjesë me shumë kënaqësi herën e parë në Sarajevo. Neve në fakt na u bë ftesa nëpërmjet shkollës Atë Pjetër Meshkalla, gjimnazit jo publik, ku unë edhe jap mësim. Atëherë me disa të rinj prej asaj shkolle, ne shkuam në këtë aktivitet në Sarajevo. Ishte hera e parë që morëm pjesë pikërisht në këtë organizim që ishte shumë i madh, shumë i gjerë dhe ishte në nivel europian. Kjo ishte gjëja më e bukur sepse nuk ishte vetëm Ballkani, po zhvillonte në Ballkan, por me një përqafim europian. Dhe kjo ishte risia shumë e bukur për ne që morëm pjesë dhe gjithashtu mund të nënvizoj diçka të bukur sepse pavarësisht vështirësive që ne të udhtonim me tjerë, por vështirësinë më të madhe e kishte edhe Kosova. Sepse me njëherë, por bashkë me Kosovën ka udhtu edhe Serbia. Do të thënë, gjithë këto vende, gjithë këto shtete ishim së bashkut aty për 15 ditë. Kemi ngrënë së bashkut, kemi luajtur së bashku, kemi kërcyer së bashku, kemi bërë aktivitete nga më të ndryshme, workshope të ndryshme së bashkut, edhe kjo ishte risia shumë e bukur që edhe pse vende të ndryshme me konflikte të ndryshme e tjera, histori të ndryshme, të gjithë jemi bashkuar për paqen dhe është e mundshme paqja. Atëherë ne kemi kuptuar këtë gjë dhe atëherë shumë të rinj janë bashku me neve, sepse kjo është rruga më e bukur, edhe më e vërteta. Duke nisur nga kjo piknisje, pikërisht nga pjesëmarrja e grupit nga Shqipëria dhe nxënësve të shkollës Atë Pjetër Meshkalla. Një qasje natyrisht shumë e bukur dhe që mbase më pas ka patur rrjedhoja dhe natyrisht ka patur vlerën e saj rrezatuese. Si është përqafuar pas këtij aktiviteti të parë vijimësia e pjesëmarrjes në këtë lëvizje e të rinjve?
Atëherë me njëherë mas këtij aktiviteti në Sarajevo, ne kemi marrë pjesë në Gjermani. Atëherë 8 të rinj të tjerë kanë shkuar në Gjermani dhe aty kanë jetuar me të rinj të tjerë europian përsëri një aktivitet të tillë. Dhe me që grupi shqiptar ishte shumë aktiv dhe realisht shumë aktiv, sepse për ne edhe aftësia të flasim gjuhë të huaja, ishte një mundësi më shumë që të komunikonim. Atëherë kemi bërë në mënyrë që pastaj Go for Peace të kthehet në Shqipëri. Dhe në 2017 ne kemi organizuar këtu në Shkodër pikërisht Go for Peace me 11 shtetet e Europës. Jemi bashkuar gjithë tek fshati i Paqes dhe kemi qëndruar aty për 15 ditë. Edhe kjo ishte një risi shumë e bukur për neve. Aktivitetet që ju keni zhvilluar natyrisht kanë patur në fokusin e tyre paqen, solidaritetin, ndihmën, apo ja? Po. Cilat kanë qenë disa nga ju këto veprimtari që ju më së hershmi keni organizuar dhe që kanë patur natyrisht vlerën e tyre? Po, në kampin që është zhvilluar në Shqipëni, siç thatë edhe ju, qëllimi është solidariteti, paqja dhe solidariteti jo vetëm ndaj njëri tjetrit, por dhe ndaj natyrës. Dhe kështu disa nga workshopet ishin pastrimi i liçenit, mbjellja e pemëve, por përveç tyne ishte edhe ndihma e disa familjeve të varfra, rindërtimi i shtëpive të tyre dhe thjesht kalimi i kohës me disa fëmijë me aftësi ndryshe, për të cilët vetëm disa momente të lumtura me disa të rinj është gjithçka për ta. Natyrisht nga ai aktiviteti i parë kanë rrjedhur aktivitete të tjera dhe me qenë se mosha rinore, me sa shumë i drejtohet moshës rinore ky aktivitet apo jo, kjo lëvizje? Po, mund të jenë edhe vullnetar të moshave të ndryshme, me kënaqësi, por në mënyrë të veçantë të rinj, sepse të jenë sa më të hapur ndaj bashkëpunimit. Të dalin nga vetvetja dhe të dhurojnë diçka të tjerëve. Të rinjt e kanë në natyrën e tyre këtë gjë. Atëherë mjafton vetëm një organizim i vogël, një shtysie e vogël dhe të rinjt e përqafojnë me shumë kënaqësi. Është zgjeruar grupi juaj, meqense mosha rinore mund të zgjasë, sepse në shpirt njeriu mund të ndihet i ri, por me vite mund të jetë edhe kalimtare. Ka të rinj që kanë qenë, janë dhe kanë zgjeruar përsëri aktivitetin? Sa të rinj zakonisht ose janë aktualisht të këtë lëvizje që zhvillojnë këtë aktivitet? Zakonisht në kampet Go for Peace, grupi shqiptar është grupi më i madh bashkë me grupin gjerman. Dhe kjo tregon interesimin dhe kënaqësinë me të cilën shqiptarët marrin pjesë, rinia shqiptare. Dhe patjetër që ka të rinj që kanë marrë pjesë në fillim në vitin 2014 dhe vazhdojnë marrin pjesë edhe sot e kësaj dite dhe kanë ftuar dhe të rinj të tjerë, të cilët ata njohin. Kjo lëvizje është e përqendruar në Shkodër dhe përreth saj apo ka edhe qytete të ndryshme, të rinj nga qytete të ndryshme që i bashkohen? Nga Lezhë kanë marrë pjesë, nga Tirana, nga Rresheni kanë marrë pjesë. Tani kemi edhe një grup që vjen nga Tirana, të bashkohet me neve këtu në Shkodër pikërisht për aktivitetet që do zhvillojmë. Si zhvillohet si vjet aktiviteti Go for Peace? Çfarë karakteristikash ka? Sepse natyrisht koha e veçantë në cilën jetojmë, kushtet e pandemisë, ndoshta fokusojnë drejtime të caktuara në përshtatje me këto kushte. Çfarë mund të thoni për këtë? Atëherë, këtë vit aktivitetet nisen nga një qëllim. Në qëllimi është pikërisht që të ndërtojmë ura, siç kemi edhe këtu urën e mesit, shihet pak, por të ndërtojmë ura. Do thënë të japim dorën njëri tjetrit, jo ndarje, jo mure, por ura. Kjo është qëllimi, bashkimi. Do thënë edhe këtë ta bëjmë edhe nëpërmjet aktiviteteve kulturore, nëpërmjet kujdesit ndaj mjedisit, një ekologjie që të jetë në çanër të vëmendjes, sikurse është në çanërën e vëmendjes nivel botror. Atëherë të rinjt janë shumë të ndjeshëm ndaj këtyre aktiviteteve. Dhe pikërisht për këtë, sot do të fillojmë me 2 aktivitete shumë të bukura. Sot pas dite. Sot pas dite. Do të shkojmë pikërisht tek ura e mesit, që për neve është një simbol shumë i bukur, një lidhje me të tjerët, jo qëndrimit vetëm, por një bashkim me të tjerët.
Do shkojmë aty dhe do të shohim çfarë ka nevojë për një pastrim, për një rregullim nga ana. Çfarë shkoni deri atje? Me bicikleta, me bicikleta. Sepse një udhtim ekologjik i mrekullueshëm. Patjetër bicikletave. Bicikleta. Jo, kjo është në fokusin ton pikërisht zgjedhja e një ekologjie. Nuk do të përdorim asgjë plastike, gjithçka që edhe sepse ne do të kemi edhe drekën, darkën së bashkut, asgjë nuk do të jetë plastike, sepse të evitojmë sadopak edhe të kontribuojmë sadopak edhe neve për një ekologji. Sot do të keni një ditë vëzhgimi. Apo jo? Jo, sot do punojmë. Do punojmë. Do shkojmë në terren pikërisht për të punuar, sepse ditët e tjera kanë qenë të organizimit. Sot do të punojmë, do shkojmë mbledhim me turina nëse ka, të rregullojmë diçka që nuk shkon, të shohim gjithçka që aty nuk shkon, ose disa me turina që janë hell, ose disa bar, ose ferra që janë të tepërta, atëherë mund t'i pastrojmë. Pastaj një grup tjetër do të shkojë dhe të bëjë animacion me fëmijët në një lagje afër shinave të trenit, afër stacionit të trenit. Aty do të kemi, sepse është një lagje pak e izoluar, dhe fëmijët aty do të kenë mundësi të bëjnë disa lojra, të kënojnë së bashku, të kërcejnë, të kenë disa aktivitete ndryshe nga ditët e tjera. Do të thënë, të shkoj paqja për 2 orë, 3 orë mes këtyre fëmijëve, po pastaj të përfshirë edhe familjet edhe lagja. Dua t'ju bëj një pyetje që lidhet me besimin. Me sa shoh, kisha është organizuar në këto veprimtari, i drejtohen vetëm komunitetit katolik, apo kanë një shtrirje më të gjerë në vlerat e produkteve të këtyre aktiviteteve? Go for Peace shtrihet shumë më gjanë se sa kisha katolike. Në Go for Peace marrin pjesë të rinj prej besimeve të ndryshme, sepse nëse nuk do të merrshin pjesë atëherë cili është kuptimi i paqes, atëherë në workshope gjithashtu her pas here janë integruar, kanë marrë pjesë dhe liderat e besimeve të tjera, për shembull në Shkodër kishim një dialog ndërfetar me besime islam, katolik, ortodoks. Pra, Go for Peace shtrihet shumë më gjanë se sa sfera e kishës katolike, dhe është një lëvizje e cila nëpërmjet kauzës së paqes ndihmon gjithë komunitetin. Ndërkohë që dita e parë do ketë në program nevojat ekologjike pranë urës së mesit dhe aktivitetin animator me fëmijët. 2 ditët të tjera aktivitetet përsëri do vijojnë, apo jo? Patjetër. Ditën e shtunë, pra ditën e nesërme, do të fillojmë me ndihmën që do t'i ofrojmë 2 familjeve të varfra në shtëpitë e tyre me riparime të ndryshme, dhe pastaj do të vijojmë edhe me disa ushqime që kemi përgatitur për disa komunitete të ndryshme. Këto 2 shtëpi ku ndodhen, në çfarë zonash? Ndodhen në fermentim. Njëra në fermentim, tjetra në lagjën Skënderbeg. Ku konsistojnë këto ndihma? Në ndihma ushqimore apo në ndihma të konstruksionit të shtëpisë apo? Atëre këto janë 2 familje që janë të vjetër, nuk kanë fëmijë. Njëri ka një djalë, por nuk ka gruan, dhe atëherë është shumë e nevojshme që të pastrohet shtëpia. Do të thënë të jetë një pastrim, një lyerje, pasi që atine kemi rregulluar në një moment tjetër, sepse don shumë kohë, por të lyejmë komplet shtëpitë edhe t'i pastrojmë. Dhe pastaj t'ju gatojmë drekën neve. T'jetë një ditë ndryshe për ata. Po si identifikoni këto nevoja që kanë njerëzit? Sepse njerëzit kanë shumë nevoja, njerëzit mund të jetë shumë që kanë nevoja, ju natyrisht do të bëni diçka për disa, po si identifikoni këto?
kemi identifikuar, sepse ne I njohim këto familje me kohë, I ndihmojmë edhe gjatë. Keni një lidhje të vazhdueshme. Po, I ndihmojmë edhe gjatë vitit, jo vetëm në këtë moment, por në këtë moment kanë një nevojë më të gjerë që mund ta bëjnë të rinj duke lyer, duke pastruar. Por pastaj nevoja e tyre nuk është vetëm e momentit, sepse kërkon një vazhdimsi. Dhe të rinjt her pas here këtë gjë e dëshirojnë që ta bëjnë. Nuk është vetëm ky moment I Go for Peace që jena të lidhur me nivel europian, ku edhe ne bashkëndajmë me të rinjt e tjerë, sepse mram dëgjum që edhe në vendet e tjera janë duke punu, duke bërë një gjë të tillë. Dhe u gëzum shumë sepse edhe ata janë duke ndërtu çati në një shtëpi që një familje që nuk ka mundësi. Dhe kjo edhe ne bashkëndajmë këtë gjë, por nuk është vetëm e Go for Peace, është edhe pastaj që neve vazhdojmë gjatë vitit punën. Me sa shoh këtë vit nuk ka të ardhur nga shtetet të ndryshme për t'ju bashkuar kauzës në të cilën ju punoni, për vetë kushtet apo jo? Po, për shkak të kushteve të pandemisë, ishte e pamundur që të realizojë në një shtet të caktuar, siç zhvillohet çdo vit. Dhe për këtë arsye, këtë vit secili shtet ka organizuar kampin e vet Go for Peace, në cilin do zhvillohen aktivitete të ndryshme, siç është edhe kampi jonë në Shqipëri. Ricardo, ju po thoni që përveç ndërhyrjes në 2 familje, keni edhe programe të tjera. Po, për ditën e nesërme. Po, dita e nesërme do të vijoj më pas me një sensibilizim në fermentim për shëndetin oral. Pra do të ftohen fëmijë dhe prindër, të cilëve do t'ju komunikohen mesazhe apo një edukim sado I thjeshtë që mund të ofrojmë për shëndetin oral dhe pas kësaj edhe do të shpërndahen pasta dhëmsh dhe fuça dhëmsh për. Keni aktivizuar dhe mjek, personal shëndetësor për të folur rreth këtyre temave? Po është pjesë e grupit një dentiste dhe është pjesë e grupit edhe punonjëse pikërisht për shëndetin publik në bashki, Lorela. Lorena, e përshëndesim, Lorena Bardelin, e cila është mjaft aktive, me sa di, apo jo? Po, shumë. Atëherë, ato të dyja do të bëjnë këtë punë me fëmijët dhe me familjet, sepse është shumë e rëndësishme. Me sa shoh në grupin tuaj keni tërhequr mjaft të rinj aktiv, por edhe specialistë të fushave të ndryshme që kanë të bëjnë me lidhjen edhe humane me komunitetin, me njerëzit, me nevojat. Kjo ka qenë një ndër pikësynimet tuaja? Po, një ndër pikësynimet e kampit është ky. Gjithashtu kemi edhe më të rritën që ka studiuar për veprën e Papa Franceskut, Laudato Si, e cila flet më shumë për planetin tonë, për shtëpinë e përbashkët, për cilën do na flasë më të rrita ditën e nesërme. Keni një leksion? Po, bashkë me Monsignor Angelo Masafrën. Pra, është një organizim tepër interesant për të jo thjesht për të promovuar një aktivitet, por për të parë rolin dhe vendin e secilit në këtë botë. Ka aktivitete të shumëllojshme, të cilat ju përkasin sferave të ndryshme. Kjo mbyll ditën e shtunë, po ditën e diel keni përsëri një aktivitet të veçantë, duket se do udhtoni për diku në një zonë tjetër, do të ma thoni ju patjetër. Po, ditën e diel do nisemi për në Thef. Dhe atje do të përgatisim një animacion për meshën dhe pastaj do të vendosim dhe një peace stick, që është një simbol I paqes që vendoset në çdo vend ku zhvillohet kampi Go for Peace. Dhe ku më mirë. Çfarë është ky peace stick? Është një shkop në cilin janë të vizatuar mesazhe të paqes në gjuhë të ndryshme. Pra në gjermanisht, në anglisht, në shqip dhe një gjuhë tjetër, ose në frëngjisht. Dhe ku më mirë se sa në Thef, në një vend I cili ka histori të hershme të gjakmarrjes, dhe menduam që ky është një vend shumë I përshtatshëm për një mesazh të tillë, për një mesazh paqeje. Aktivitetet e këtij viti nuk janë të parat që ju organizoni si Go for Peace. Ato kanë patur edhe projekte të mëhershme të cilët kanë patur vlerat dhe kanë rrezatuar në kohë. Mund të më thoni diçka rreth veprimtarisë mëhershme, të cilat patjetër që kanë patur një vlerë apo jo?
Patjetër. Vlera më e madhe e Go for Peace-it është pikërisht të ndërtojmë me njëri tjetrin dhe për të tjerët shenja paqeje, shenja vlerash, solidaritetit, vlera që prekun personin, zemrën e personit, sepse në qoftë se këta vlerat I jetojmë tani në moshën e re, pastaj do t'i përcjellin edhe brezit të ardhshëm, sepse në momentin që ti thellohesh në këto vlera, atëherë nuk mund t'i mbash për vete, do ja transmetosh tjerët. Dhe vlera jonë më e kryesorja, dhe çdo ditë e nisim pikërisht me një pjesë të marrur nga Ungjilli, sepse vlera Ungjillit është ajo që të bën të nxit, të hapësh ndaj të tjerëve, të ndërtojsh këta ura që të bëjnë t'jesh e hapur, mos të mbyllesh në vetvete. Po, 24 deri në 26 janë aktivitetet që ju do zhvilloni në këtë sigël. Pak më herët ju motor Rita thatë që këto aktivitete nuk vijnë papritmas, por me një përgatitje dhe me një kontakt të vazhdueshëm me komunitetin. Si do t'i vazhdoni këto kontakte pas këtij sesioni, po I themun, të Go for Peace në këtë vit? Po, neve kemi një bashkim në nivel europian nëpërmjet rrjeteve sociale, nëpërmjet një app që është pikërisht për Go for Peace. Atëherë neve çdo muaj, çdo ditë, por në mënyrë të veçantë çdo muaj publikohet edhe në gjuhën tonë, në gjuhën shqipe, një moto, një mesazh, që neve pastaj mbi atë mesazh, mbi atë moto të jetojmë ditën, të jetojmë muajin, dhe të bashkëndajmë me njëri tjetrin. Edhe pse ne nuk mund të takohemi fizikisht me gjithë trinjtë e Europës, siç jemi takuar vjet, që ishim 123 nga e gjithë Europa, nuk mund të takohemi, por mund të takohemi nëpërmjet rrjeteve sociale, nëpërmjet motos që na nxit, që ne është motoja e këtij viti. Motoja e këtij viti zakonisht në kampet Go for Peace është Be Brother, Be Sister, pra të jemi familje për njëri tjetrin. Dhe siç po thotë edhe motor Rita, lidhemi bashkohemi nëpërmjet aplikacionit Go for Peace. Por gjithashtu me aplikacionin ndërthuar dhe kanali YouTube I Go for Peace, në cilin postohen çdo ditë impulset apo motot e çdo dite gjatë kampit dhe më tej, gjatë gjithë vitit. Ju e keni mbyllur grupin e këtij sesioni apo mund të vinë dhe bashkohen edhe të rinj të tjerë nëse ato dëshirojnë? Patjetër që mund të bashkohet kushdo që ka vullnetin e mirë dhe dëshirën që të bashkohet me ne. Dhe një shembull tjetër për lidhjen tonë është dhe kjo periudhë karantinimi, gjatë kësaj periudhe vazhdimisht jemi bashkuar nëpërmjet takimeve të ndryshme online me të rinj nga gjithë Europa, por edhe nga gjithë bota, për të thënë vërtetën, dhe kemi ndarë eksperjenca të ndryshme gjatë kësaj periudhe. Besoj se mesazhet kanë shërbyer në solidaritetin, mbështetjen, jo vetëm të grupeve në nevojë, por edhe të atyre që kanë nevojë të ushtrojnë shpirtin e tyre me dashurinë për njerëzit, familjen, ambientin, komunitetin, apo ja. Do të nënvizoja një moment shumë bukur në vitin 2015, kur kampi zhvilloi në Gjermani. Një vajzë maqedonaze propozoi që të rinj që vishin nga Ballkani të grupoheshin, të mblidheshin në një klasë dhe të bisedonin për çështje të caktuara politike, shoqërore, dhe kështu u mblodhen të rinj nga Maqedonia, Shqipëria, Kosova, Serbia, Slovenia, Kroacia, Bosnia, u mblodhen në një klasë dhe qëndruan për një orë 30 minuta në atë klasë dhe biseduan për mënyrën se si ishin edukuar në lidhje me kopësit pshqinje pra në Ballkan. Dhe konkluzioni I gjithë takimi është se pavarësisht mënyrës se si jemi edukuar, si na është imponuar deri diku marrëdhëniet me kombet e ndryshme, pavarësisht saj është tërësisht e arritshme paqja ndërmjet këtyre kombësive. Është një mesazh shumë I bukur. Paqja, përqafimi I saj, solidariteti, ndihma, empatia ndaj njerëzve që kanë nevojë. Çdo gjë që e bën një familje të madhe
rinore, por jo vetëm, të bashkëpunoj me komunitetin dhe t'i ndihmoj ata. Unë ju falenderoj shumë që ishit sot në studion Mirëmëngjes Shkodër. Ju uroj një aktivitet të mbar sot dhe në ditët në vijim dhe një qasje shumë të mirë ndaj kauzës suaj. Faleminderit që ishit edhe një herë dhe suksese Go for Peace. Shumë faleminderit juve për ftesën. Le të ecim për paqen. Kjo është gjëja më e bukur. Ju uroj për Shkodrën, por edhe për gjithë Shqipërinë. Ju lumtë goja. Faleminderit shumë. Faleminderit juve.